Gjeneta Fetahu ka shprehur dyshime se dikush mund t'i ketë bërë magji të zezë në banesën e saj. Këtë e bëri të ditur gjatë një bisede live në TikTok me malisoren, të cilën e pyeti këtë të fundit nëse besonte në sehire. Pavarësisht se përgjigja e malisores ishte jo, Gjeneta tregoi për disa rrethana të çuditshme me të cilat është përballur në banesën e saj. Se mua po më doke që dikush më ka bë diçka në këtë banesë se si vi në shtëpi tem. Unë kur nuk flej rehat. Natën shoh ëndra, kur i shoh ata njerëz që kur si kam pa, i thoshte ajo malsores, derisa kjo ju përgjigj se mund të jenë hasëm. Kudo që shkoj në pushim, në hotel, në Shqipëri ose me ndonjë banesë të një shoqeje, unë gjithmonë flej normal. Njerëz kam hall të madh unë, e kam thirrë një pastruese, edhe unë edhe ajo dy atë bashk. E kam fshi në tona anët mos më ka qit dikush najsen në shtëpi, e kur gjo. Sum flen, shoh ëndra 500 njerëz brenda një nate i shoh. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.